Papunësia në vend ka rënë gjatë mujorit të tretë të vitit 2025 duke arritur në 8.1%, referuar treguese të publikuar nga anketa tremujore Tregut të punës për tremujorin e tretë të vitit, tek të rinjt 15 deri në 29 vjeç, shkalla e papunësisë ka rënë ndjeshëm në 15%, një ulje e dukshme krahasuar me një vit më parë. Papunësia mbetet më e larta tek gratë me 9.7% krahasuar me burrat me 6.8%. Të dhënat tregojnë gjithashtu se gjithnjë më shumë njerëz po marrin pjesë në tregun e punës. Në grup moshën 15 deri në 64 vjeç, pjesëmarrja arriti në 76.5%, ndërsa tek të rinjt 15 deri në 29 vjeç është 53.5%. Numri i personave të punësuar arriti në 1.178.604 me një rritje të lehtë krahasuar me tremujorin e mëparshëm. Shkalla e punësimit për burrat rezulton më e lartë se për gratë, respektivisht 76.4% dhe 62.7%, ndërsa tek të rinjt shkalla e punësimit është 45.5%. Po ashtu Instat nënvizon se 23.5% e popullsisë 15 deri në 64 vjeç është ekonomikisht jo aktive, duke përfshirë ata që kryejnë detyra shtëpiake apo kanë pa aftësi për punë. Tek të rinjt 46.5% nuk janë aktiv në tregun e punës, shumica prej tyre duke ndjekur arsim ose trajnim.